Ne kemi thënë që vota përgjithsisht nuk ka qenë e numërueshme. Ka qenë e vjedhur, që nga vitet 90 në pas, në raste shumë të ralla që nuk dhe blerë. Tani, opozita e bën këtë në Afrika se mos vidhen votat, apo opozita fillon të krijojë idenë që nuk do të njohë zgjedhjet. Bushat si e mendon të këtij? Si e mendon? Për çfarë e bën për njërin apo për tjetrën? Po. Unë mendoj se edhe ata, pavarësisht që i thon publikut, dhe ata të opozitës e dinë që zgjedhjet kanë mbaruar dhe zgjedhjet janë vjedhur. Kjo e gjitha kjo javë e fundit është një fars. Po çfarë të vërtetosh? Çfarë të vërtetosh? Të vërtetosh atë se citoj ai. Spakun që të ka fut gjithë opozitën në burg. 4 vjet PD-ja se ne na duket normale se jemi mësu. Pra ti 4 vjeçar me anë drejtësisë. Burga ka futur njerëz të rëndësishëm të zënës kryeministrin për shembull, nuk është futur në burg, po që ai ishte bërë me opozitën tani. Nuk është futur në burg zënës kryeministri, por ai është penalizuar, po të vi këtu arrestohet. Po pra është penalizuar. Edhe njerëz tjerë, edhe disa ministra. Është futur edhe Shukriu pasi e nxorë. Shukriu është para shumë vitesh. Është futur edhe Safet Gjici, po ky është i vetmi vend që partia sa më shumë njerëz i burgosen, aq më shumë ngrihen vota. Po më gjete një sistem tjetër ti demokratik që të burgosurit shtojnë vota, kështu që se për kë ka punuar drejtësia këto 4 vjet, do të thënë ne 4 vjet kemi qenë vend pa opozit. Njëre për çan, njëre me non grata, pastaj doli Kimetja, tha mos votoni për këtë, pastaj si dhan vulën dhe ti do në këto kushte të kesh gard barabart, prandaj thoshte ajo rezoluta e PPS që paktën të burgosurit politik si të zgjidhet. Kështu që zgjedhjet kanë mbaruar. Problemi është, a do jenë të besueshëm për ta vërtetuar këta, apo jo? Kjo është gjithë fabula e opozitës. Se do shkojnë si Cjapit e Kasapit 11 maj këta. I kanë mbyll Rama zgjedhjet më burr, flasim kot. Po ne s'dim a do t'i fitoj Berisha zgjedhjet ndërkohë. Ndoshta Rama është aq i fortë ka blerë dhe Berishën, po unë po them, rezultati është ndoshta Berisha bën kot, ndoshta edhe Basha bën kot. Derisa blen drejtorin e FBR-s, Berishën se ka që për ta blerë. Mund ta ketë blerë, mund ta ketë blerë. Me 2 kulla e blen. Problemi është joni, nuk është i atij. Jo mali Tiranës, jo kodra Tiranës edhe blen. Me aq fuqi sa ka blen dhe Berishën, blen. Tani kjo mund të dëmtojë sepse krijon dhe idenë një lider. Dakord, më dakord. Ashtu mendon ai. Se cili thot çfarë mendon o zotëri tani. Partia e zotërisë nuk mendon që mund t'i vidhen votat ndërkohë. Dhe kanë thënë disa. Të pasur një bisedë diverse, kam thirrur njerëz që mendojnë në mënyrë të ndryshme. Se nëse do të thresim. Njerëz që mendojnë. Do të bëjmë kor. Bëjmë një kor edhe do këndonim gjithë bashkë. Po, duhet bëjmë një marrëveshje njerëz se çfarë nuk kuptojnë me vjedhjet të votës. Po. Sepse qartazi duhet të bërdallimi mes procesit të blerjes së votës edhe nëpërmjet intimidimit të administratës shtetërore me radhë dhe procesit të vjedhjes në momentin e numërimit të votës. Jo, vjedhje manipulim që ju ngjitëm. Pra, manipulim sepse problemi këtu fakti që ju nuk jeni më ke fevzi, unë e quaj manipulim, jo zgjedhje normale. Pra, ti të mungosh në fund garës një televizion kombëtar, unë i vë një dyshim këtyre zgjedhjeve. Pastaj po futet edhe lekt e krimit edhe kullat e lekt e oligarkëve, e gjitha merr. Po ka një problem në fakti që në 34 vjet gjithmonë rezultati zgjedhor është gjithmonë kontestuar. Pra nuk ka dalë një humbus të uroj fituesin dhe të thotë që dhe problemi këtu i madh është në faktin e mesazhit që përçon tek opinioni publik. Sepse këtë e vëmë re për ditë në terren. Pra njerëz të cilët thonë që juve mire keni, por ama do vidhet vota. Do vidhet vota, do vemi të votojmë aty, po votuam për ju, do vidhet vota. Tani, një ndër problemet kryesore është edhe mënyra se si numërohen votat, sepse këtu janë ndarë numëruesit e votave tek 2 partitë e mëdha, dhe ne që jemi parti, le themi që s'kemi mundësi të marrim pjesë proces numërimit, na bie bara që të jemi jashtëzakonisht shumë vigjilent si vëzhgues dhe jo si numërues. Por ama, për hir të së vërtetës, në 2023 nuk është vjedhur asnjë vot, domethënë në procesin e numërimit flas gjithmonë. Tani për te kësaj, unë kam frikë se pikërisht kjo që po thot zoti Berisha është aludimi që po nisemi drejt humbjes dhe kështu i paraprim duke thënë që na u vodhën, u manipuluan votat. Padyshim që kjo gjë ndodh. Padyshim këto ka prova që nuk mund të kundërshtohen
se si presioni i partisë në pushtet, procesi i blerjes së votës është i përhapur në shkallë Dhe e thënë 10 ditë para industriale në Shqipëri. Çështja është se çfarë po bën sistemi i drejtësisë, këto grupet që kanë ngritur spagu për të ndjekur procesin e zgjedhjeve dhe mentor. Që mund të përdoret si alibi në rastin e humbjes zgjedhjeve, është argument i qëndrueshëm, i fortë, domethënë. Mirë po, në pikpamjet, ashtu siç kjo deklarat e miratuar me shpejtësi, pa asnjë ndryshim në tekstin e paraqitur nga PD-ja, tregon edhe një lloj formaliteti. Nuk e di ishte salla bosh apo jo si thuhet, por tregon një lloj miratimi formal të saj. Dhe unë besoj që ajo ushtron, si do kudo, ushtron një lloj ndikimi, shkurajues të atyre autoriteteve që përfshihen në presion ndaj administratës publike etj. Pra, këto janë dy qëllime që kjo deklarat i ka arritur. Dhe po të mbash parasysh që është një deklarat apo një rezolutat në fakt s'ka ndonjë lloj kuptimi kur vin nga partit, po nga një njerëz si zoti Berisha i cili del nga izolimi ndërkombëtar, del nga izolimi fizik dhe arrin që të marrë konsensus për një tekst si ky, është një arritje e madhe, domethënë, personale. Mirë, po në terma real, çfarë vjet re? Spari në këtë deklarat, megjithëse është mota moja që ka propozuar PD-ja, fjalia që lidhet me arrestimet e drejtuesve të opozitës është diku e vendosur nga mezi. Në gjykimin tim, nëse do të kishte investim serioz për ta marrë, për ta konsideruar arrestimin e zotit Berisha si arrestim politik apo të zotit Meta, ajo mund të ishte në fillim. Pa ishte e fshehur diku nga mezi në pikën 4 të kapitullit 2. Dhe nuk ishte referim për kryetarin e opozitës. Së dyti, nëse ka një problem Partia Socialiste apo kjo qeveri me qeveritë që janë pushtet në Europë, mund ta ketë potencialisht me gjermanët, sepse në Gjermani është ndruar qeverisja, ka ardhur Djatha dhe ka ardhur Valdepuli që ka qenë kritik përgjithsisht i Partisë Socialiste, por dhe nuk dihet pas se çfarë qëndrimi do marrë në Shqipëri. Ndërkohë qeveritë e tjera do të shfaqen në 16 maj në një show të dirigjuar nga presidenti Macron dhe që është qartësisht mbështetje të qeverisë socialiste, domethënë të Ramës. Domethënë si shpërblim për rolin që ka patur Shqipëria e Ramës e këtij bandës e kujtun se çfarë thuhet këtu, në mbështetje të stabilitetit. Kështu që në këtë kuptim deklarata në vetvete nuk ka shumë vlerë reale, sepse nuk do shndrohet, mendoj unë, në qëndrime kancelarish. Në lidhje me Shqipërinë, kanë rëndësi qëndrimet e kancelarive. Kancelarit për arsye strategjike apo për disa arsye tjera, qoftë edhe për sukseset e SPAK-ut, ka vendosur që Shqipërinë ta premiojë. Qoftë edhe për shkak të konfliktit në Ukrainë, ka vendosur që Shqipërisë të japin bonus, të çelin negociatat në 2027 edhe pas votimit të parlamentet vendet anëtare, eventualisht në 2030 ta bëjnë anëtar të BE-s. Kështu që në këtë kuptim ka diferencë të madhe midis asaj që është qëndrimi i këtyre partive, 82 partive, dhe qëndrimit të kancelarive që është qëndrimi real që vendos për Shqipërinë.